Nga Sokol Pepushaj. Në mesazhin e ambasadës amerikane pas zgjedhjeve të 11 majit, mungonin emrat, por jo malli për liri, mungonte fituesi, por jo akuza për humbsin, mungonte fitoria, por jo dëshpërimi. As fitues, as humbës, as përshëndetje për Edi Ramën, as keqardhje për Sali Berishën, as një përmendje për Partinë Shtet, as një rresht për kryengricin e pashpallur, vetëm një poezi e errët, me kode të mbështjella në pambuk diplomatik, por me gjilpëra të mprejta që lanë gjurmë në dy kampet e së keqes shqiptare. Ky nuk ishte një mesazh urimi, ishte një detonator me silenciator i përgatitur në laboratorin e diplomacisë së vjetër amerikane për të treguar se ajo që ndodhi më 11 maj nuk ishte zgjedhje, por as rënje. Ishte një kapitull i errët që nuk do të lexohet dot në asnjë tekst demokratik. Në murin e ambasadës për herë të parë pas shumë kohësh, nuk u var portreti i fituesit të shpallur, por u ngjit heshtja e frikshme e një vendimi të prerë. Nuk u përmend numri magjik 83, as 1 milion votat e neveritura, as rezultatet e fryra që do t'i turpëronin edhe kutitë e 26 majit të 1996-s, sepse mesazhi nuk kishte fitues. Edi Rama e kuptoi pari, nuk është më i preferuari i askujt, përveç shijes së vet në pasqyrë. Ai që mendoi se do të përshëndetej për mrekullinë e katërt, e gjeti veten të përmendur asgjëkund, me propagandën e vet që u kthye në meme dhe memet që u kthye në prova. Sali Berisha e kuptoi më vonë, kur nuk përmendesh në asnjë mesazh, je thjesht një hije që përbën problem, por nuk meriton as trajtim politik, as ndëshkim diplomatik. Ti je një kufon politike në kërkim të ringjalljes, që rri në karrige, në detyrim paraqitje dhe shpall revolucion nga kafja. Në këtë realitet kafkian, ku protokolli diplomatik duket si letër e bardhë, në cilën secili projekton mëkatin e vet, një emër goditi më fort se të gjithë, senatori Marco Rubio. Ai nuk përmendi Ramën e Berishën, por foli për zyrtar që do ndalohet viza në SBA për shkak të shkeljes së lirisë së fjalës dhe shtypjes së individëve. Pra foli për të dy dhe gjithë regjimet e vogla që ata kanë ndërtuar, me patronazhist, me polici online, me shantazh, me menaxhin të paguar që spionojnë profilin e fshinjit në Facebook. Kjo është policia e mendjes së re që ambasada nuk e përmendi, por e shpalli të padëshiruar me heshtje. Zgjedhjet, procesi teknik u përshëndet, siç përshëndetet ora që mat kohën në një funeral. Nuk kishte emocion, nuk kishte shpresë, nuk kishte zgjedhje, kishte e kuti, bandit që blinin votën si kastravecat në treg, dhe ambasadë që i pa të gjitha por nuk tha asgjë, sepse emrat i dim ne, njëri që vodhi dhe tjetri që humbi, por që të dy u përmendën pa u përmendur, dhe kjo është vrasja më e bukur që mund t'i bëhet dy mashtruesve më të mëdhenj të politikës shqiptare.